Votime të qeta, por me parregullsi të vogla, kështu organizata jo qeveritare civile vlerëson rivotimin atë ardhës. Sipas Civil, në ora 8:30 nuk ka punuar llamba ultraviolet, ndërsa pas 20 minutave është prishur edhe llamba rezerv, kështu që disa votues nuk e kanë realizuar të drejtën e tyre në atë moment. Mes vërejtjeve të vogla është edhe ajo që një person i pakredituar ka incizuar vendvotimin dhe është përsëritur edhe një rast sikur para 2 javësh, ku një qytetar nuk e ka gjetur veten në listën e zgjedhësve. Do thosha se kjo është ditë e rivotimit në një vendvotim ku filloi me parregullsi të saktuara, por kryesisht është ditë e qetë, paksa e tensionuar. Presim që këto parregullsi të mos ndikojnë në rezultatin e fundit në këtë vendvotim. Kështu të paktën duket se është në pjesën e parë të ditës, deklaroi Xhabir Deralla nga organizata Civil. Vëzhguesit e Civil kanë vërejtur prezencë të shtuar të policisë, këtë e shohin përmes prizmës pozitive, duke pasur parasysh situatën e ndjeshme. Mision vëzhgues për rivotimin e të ardhës ka edhe Asociacioni Qytetar Most.